Me që doktorish tash sa vite kontriboni dhe jeni pjesë edhe e klinikës e dermatologjisë në Kosovë, a ka raste të shumta që vinë në stat hershëm ose që janë të kujdesshëm në diagnostikim të hershëm? Duke u bazuar, do flas për impaktin që kanë pas fushata, duhet ju them numrat në lidhje me impaktin që ka pas fushata. Në fakt, kjo është fushata e 4, nuk mundem ende ta mas impaktin e saj për 3 fushatat e para. Nëse në vitin 2021, në krejt vitin, ka pasur diku 462 saktësisht kontrole me dermatoskopi në qendrën klinike universitare, që është mjaft përfaqësuese për krejt regionet. Në fund të vitit 2024, vetëm për vitin 2024, kemi pasur diku 1560, të më thonë më shumë se 3 fishuar numri kontroleve me dermatoskopi dhe që tregon impaktin e fuqishëm që ka patur fushata për vetëdijsimin e popullatës për kontrollet e hershme të lezioneve të dyshimit.